Një valë protestash që nisi më 28 dhjetor 2025 mes tregtarëve të pazarit në Iran u përhap me shpejtësi në të gjithë vendin dhe mori një dimension të ri në mbrëmjen e 8 janarit, kur demonstratat u përshkallëzuan në protesta kundër regjimit. Rreth orës 20 orës lokale, protestat shpërthyen në të paktën 46 qytete në 21 provinca, përfshirë Tehran, Karash, Mashhad, Kermanshah, Tabriz dhe Shiraz, me demonstruesit që broritnin slogane kundër udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei. Video që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe forcave të sigurisë në disa zona. Sipas raportimeve, gjatë përballjeve ka pasur të arrestuar, të plagosur dhe të vrarë. Organizata për të drejtat e njeriut raportojnë se të paktën 100 qytete në 31 provinca kanë përjetuar demonstrata gjatë 12 ditëve të parë të kryengritjes. Deri në mbrëmjen e 9 janarit raportohen se të paktën 65 persona janë vrarë dhe 2311 janë arrestuar. Grupet që monitorojnë internetin thanë se Irani vendosi një ndërprerje mbar kombëtare të internetit, duke nisur nga mbrëmja e së njëjtës 8 janar, së bashku me ndërprerje të gjëra të shërbimeve të telefonisë celulare. Më 2 janar 2026, presidenti i SBA-s Donald Trump postoi në Truth Social duke paralajmëruar se nëse protestuesit do të qelloheshin, SBA-ja do të vepronte për të shpëtuar popullin iranian. Në përgjigje, Khamenei hodhi poshtë protestat e 8 janarit si veprime të kryera nga vandal, që u vënë flakën ndërtesave për të kënaqur presidentin amerikan. Ai shtoi se nuk kishte kuptim të angazhohej me ata që i akuzoi për përhapje kaosi, duke cituar se vendi i tyre është i qartë. Ndërsa lëvizja fillimisht u shfaq si reagim ndaj rritjes së lartë të kursit të këmbimit dhe thellimit të krizës së kostës së jetesës, ajo ka evoluar në një valë protestash shumë dimensionale, që përfshin çështje më të gjëra të legjimitetit politik, kapacitetit qeverisës dhe përfaqësimit publik. Protestuesit e përshkruajnë lëvizjen si një kryengritje kombëtare, ndërsa mediat shtetërore iraniane e kanë cilësuar atë si përpjekje për krijimin e kaosit nga grupe të vogla margjinale, kundër revolucionare dhe akte terroriste. Në ditën e 9 të protestave, kryegjysorit Gholam Hossein Mohsinezhej njoftoi se nuk do të tregojë tolerancë ndaj personave të arrestuar.